Jemi në fazën e lulëzimit dhe barishteve, numri personave me alergji shtohet shumë. Prandaj në lidhur me këtë kemi kontaktuar ekspertin e lëmis, Dr. Astrit Jahjaga, alergolog dhe imunolog në ordinancën specialistike Trina. Fillimisht, Dr. Astriti shpjegon se riniti alergjik nëse nuk trajtohet me kohë dhe ashtu siç duhet, për fat të keq çon deri tek astma. Rinitin alergjik është sëmundje e cila i prek rrugët e sipërme të frymarrjes. Në momentin e përmirësimit të motit, 2-3 ditë pas shoh edhe nga rritja e numrit të pacientave për shkak të ankesave që ati kanë. Qysh kom tregu, alergjit nuk shërohen, po kërkojnë monitorim dhe kujdes permanent, normalisht në koordinim me mjekun e vet. Sa më shumë që ruhesh, domethënë është më mirë për pacientin edhe është edhe më lehtë për neve menaxhimin. Sa më shumë që është pacienti i informuar, edhe i këshillum lidhje me alergjitë dhe problemet e veta, është më lehtë edhe për pacientin, po edhe për neve si mjek që mos marr situata me të ne komplikim që mundet me na ndodh, domethënë. Simptomet nga rrugët e sipërme të frymarrjes. Bile ne kemi një shprehje në alergologji që i thojmë përshëndetje alergologjike, që në këtë mënyrë, domethënë pacientët automatikisht preken rrugët e sipërme tu përfshi hunda. Hunda është organi primar, funksioni kryesor i hundës është përfrymarrje, ku ajri filtrohet, nxehet sinus dhe shkon rrugët e poshtme. Automatikisht ky është organi i parë i cili preket prej alergjive. Hunda fillon kemi rrjedhjet të hundës, teshtima, krumjet të hundës, krurjet të syve, skuqet të syve, krurjet të veshve, ndjesia mbetjes në fyt, sikur një trup i huaj ka mbetur në fyt, ndërsia e grithjes ose i thojnë anglisht tickling është ndjesi e xiglimës në rrugët e sipërme të ajrit ose në përbimje. Ka raste kur pacientat mendojnë që është edhe prej disa pemëve që ati pengojnë, po jo, realisht ndodhet te pacientat që janë alergjik në disa lloje të barishteve, atëherë edhe kur i hajnë disa pemë reagojnë, por realisht problemi kryesor primar është te barishtet që kanë probleme. Por ajo që duhet të dihet është fakti se alergjia është trashëguese, kurse periudhat e alergjisë ndahen në kohë nga pranvera e hershme apo koha drunjeve, pastaj ajo e barishteve, e shkureve dhe pluhurit të shtëpisë, tregon Dr. Astriti. Sezona gjithmonë fillon me druj, pasohet me barishte, e kemi gjithmonë për llogaritet pranverë e kemi drujt. Verës llogaritet barishtet, po tash pe zonës gjeografike tonën tash ndron pak, po prapë edhe herë po thonë fillimit, pranverës i kemi drujt, verës i kemi barishtet, vjeshtes i kemi shkurret, po në fund vjeshtet fillojnë veç akarienet, edhe dande dimrit i kemi pluhnin e shtëpisë ose myshkun ose sporet të ndryshme. Alergjik mund shkaktohet prej të gjitha këtyre që thamë më herët, se zakonisht ky është riniti alergjik shkaktohet prej të gjithëve që i përmendëm, si prej drujve ose barishteve ose prej sporeve ose prej pluhnit të shtëpisë. Të gjitha shkaktojnë rinitin alergjik. Vetëm varet në cilën sezon i kemi problemin të rinitit. Në bazë asaj edhe identifikojmë. Po mjeku i cili e këshillon pacientin mandej tregon dhe bën programin e trajtimit të pacientit mu për rastin e tij adekuat edhe për situatën që gjendemi, domethënë. Konkretisht ne po fokusohemi në barishtet e ulta. Domethënë, tash e kemi sezonin e barishteve të ulta, të cilat do të na zgjasin diku deri ka fundi i qershorit, gjysma korriku, diku ka fillimi i shtatorit vetëm fillojmë u tërheq. Po pastaj fillojnë shkurret. Një përparësi në vendet e zhvilluara që disa antarësh për neve është se shkurre ka mjaft te vendet që nuk punohen tokat, domethënë. Ky është ky bar i egër si thojmë ne që është, po kjo është pak fatkeqësitë e ne se ka mjaftueshëm, edhe poleni është shumë imt dhe bartet me kilometrat tona. Domethënë duke filluar gjithmonë preferohet para se të fillojë sezona për pacientët që janë prekur me lloj të caktuar të alergjive, para se të fillojë sezona duhet vizitohen te mjeku i vet, të marrin terapinë adekuate. Terapia gjithmonë preferohet mbahet gjithmonë në koordinim me mjekun. Edhe asnjëherë nuk ndërprehet terapia pa konsultim me mjekun. Normalisht që të çdo një qenie gjallë pritet edhe përmirësime dhe përkeqësime, po çdo gjë si të përmirësime, si të përkeqësime duhet bëhet në koordinim me mjekun. Ndërto me prodhime vendore.